Në tubimet e mia janë penduar me mira njerëz. Shkoja në përmësues që të dëgjoj prej tyre hadithe, më ndalej fryma nga të ecurit shpejt, nga dëshira që të jemi pari. Në mëngjes s'kisha që të haj dhe në mbrëmje s'kisha që të haj. Megjithatë, nuk më përulja Allahu i lartësuar para asnjë krijese, por më ofronte riskun për të mbajtur vete. Po që se dëshiroj të jap sqarimin për jetën time, kjo punë do të zgjatte shumë. Ja po sheh se në çfarë gjendje jam, ta përmbledh ty këtë në një fjalë. Kini e frikë Allahun dhe Allahu ju dhuron dituri. Shfrytëzo kohën. Birim, ke kujdes vetveten tënde. Pendohu për mungesën tënde gjatë kohës që ka kaluar. Ujite drurin përderisa kala gështi. Kujtoje orët e humbura, të mjafton këshilla. Është haruar kënaqësia e përtacis dhe kanë kaluar gradat e veprave të mira. Të parët tanë të mirë kanë dëshiruar t'i përmbledhin të gjitha veprat e mira dhe kanë qenë prej atij lloji që nëse u kalon ndonjë e mirë, janë dëshpëruar. Ibrahim ibn Edhemi thot: hym të një ibadetçi i semur. Atë e gjetën duke shikuar këmbët dhe duke qarë. I tham: pse po qanë? Tha: qaj këtë këmbë që nuk janë pluhrosur në rrugë të Allahut. Qau një tjetër, i tham atij: pse po qanë? Tha: po qaj filan ditën të cilën nuk e kam agjeruar dhe filan natën në të cilën nuk kam fal namaz. Birim, dije se ditën e përbëjnë orët dhe orët i përbëjnë frymëmarrjet. Kurse çdo frymëmarrje është magaz. Ke kujdes mos të shkon ndonjë frymëmarrje kot. E shohish në ditën e Kiametit, magaz të zbrazët dhe pendohesh. Një person i ka thënë Amr ibn Abdul Kaisit: ndalu të t'i them disa fjalë. Ai ja ktheu: dale dielli. Në ditë janë ulur disa njerëz te Marufi rahimahullah, e ky u tha: a nuk doni të shkoni? Shkoni, nga se pronari i diellit e lëviz atë, nuk e ndal. Një hadith qëndron, kush thot: Subhanallahil azim wa bihamdi, lavdruar qoftë Allahu i madh dhe i falenderuar, i mbillet me këtë thënje një dru hurme në xhennet. Pra, shiko sa drunj hurmash të xhennetit i humb kur e humb kohën kot. Selefus salih, të parët tanë të mirë, janë kujdesur që asnjë sekond mos ta kalojnë kot. Për këtë e kemi Kehmesimin, i cili e ka bërë hët me Kur'anin 3 herë në ditë. 40 persona prej tyre e kanë falë namazin e sabahut me abdes të jacis. Rabiatul Adevija gjithë natën falë të namaz, pastaj para mëngjesit flinte pak. Dërsa, kur ngritej i thoshte vetes: gjumi në varë është i gjatë. Me çka fitohet bota e amshueshme? Kush ndalet dhe mendon mbi këtë botë para se të del në të, sheh se ka kaluar një kohë shumë e gjatë. Nëse mendon pasi të dalë në të, gjithashtu sheh një kohë shumë të gjatë. Kupton se qëndrimi në varë është i gjatë. Nëse mendon për qëndrimin në xhennet ose xhehenem, kupton se është i pafund. Nëse pas gjithë kësaj fillon dhe mendon për qëndrimin e tij në këtë botë, sheh se do të jeton për afërsisht 60 vjet. Nga kjo kohë gjysma, domethënë 30 vjet, kalojnë në gjumë, 15 në fëmijëri, atë që mbetet sheh se e ke shpenzuar në dëfrime të epsheve, në punë dhe fitim. Ashtu që për ahiret mbetet vetëm pak. Mirë po, edhe kjo pak nuk është e pastër, ka se është zhytur, kjo vepër në syfaqësi dhe jo vigjilencë. Nuk e din me çka mund të fituat jetë e amshueshme nëse nuk është çmimi i këtyre orëve. Birim, mos të dëshpëron prej të mirës ajo që ka kaluar, nga se shumë njerëz janë zgjuar për një gjumi të rëndë e të gjatë. Ebu Hakimi më ka treguar: në djalërinë time merresha me trimëri, nuk i hidhja sy ditorisë. Mirë po, më erdhi Ebu Abdullahu dhe më tha: birim, nuk do t'jam me ty për gjithmonë. Merri 20 dinar dhe një dyqan për të shitur bukën e të, që të fitosh për jetë. I thash: stua kështu? Tha: atëherë pra, hap një dyqan për të shitur shtofën e të. I thash: si mi the këtë fjalë, duke qenë unë i biri i Kadiut Kudat, gjyqtarit suprem, Abdullah ed-Demagani. Tha: nuk po të shoh duke kërkuar dituri. I thash:
mi përkujto mësimet një orë. Filloj dhe mi përkujtoj mësimet një orë dhe kështu fillova të kërkoj detyrinë. Dhe ash mundin tim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala mi hapi të gjitha rrugë. Disa shokë të Ebu Muhammed el Halvanit më treguan se a i ka thënë: baba im vdiq kur isha 21 vjeçar. Isha i dalluar me trimëri. Një ditë prej dite erdha t'i padis disa banor të shtëpisë që e pata trashëguar. Kur arrita tek ata i dëgjova duke thënë: erdh për taci. Në këtë rast i thash vetes: kjo për mua thuhet. Pastaj shkova tek nëna ime dhe i thash: nëse don të më kërkosh, kërkom te xhamia e Sheikh Abul Khattabit. Ju bashkangjita këtij hoxhe derisa u bëra kadi dhe një kohë veprova si kadi. Kurse unë e pash duke dhënë fetva atë dhe duke diskutuar. Birim, ke kujdes agimin e mëngjesit dhe në këtë kohë mos bisedo për këtë botë. Nga se Selefus Salih, Allahu i mëshirov, nuk kanë biseduar kësi lloj bisede në këtë kohë. Kur të zgjohesh prej gjumit thuaj: Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Falënderimi qoftë Allahut i cili na ngjalli pasi që na bëri të vdekur dhe tek ai do të ringjallej. Gjithashtu thuaj: Elhamdulillahi alladhi yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi. Inna Allaha bin-nasi la-raufur rahim. Falënderimi qoftë Allahut i cili mban qiellin që të mos bie në tokë përveç se me lejen e tij. Me të vërtetë Allahu është i butë, i mëshirshëm. Pastaj ngrehu, pastrohu dhe fali 2 rekate sunnetet e sabah. Dhe shko në xhami i përullur dhe gjatë rrugës thuaj: o Zot, të pyes ty me të drejtën e pyetësve tu dhe me të drejtën e atyre që ecin në namaz. Unë nuk kam dalë krye lart, për sy e faqe dhe për famë, kam dalë duke i ofruar hidhrimit tënd dhe duke shpresuar kënaqësinë tënde. Të lut që të më shpëtosh nga zjarri i xhehenemit, të më falësh mëkatet, qase askush përveç teje nuk i fal mëkatet. Mundohu të falësh namazin në të djathtën e imamit, kurse kur të kryesh namazin thuaj: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhuruar përveç Allahut, i cili është një, i pa shok. Ati i takon mbretëria dhe falënderimi, ai ngjall dhe ai shkakton vdekjen. Në dorë të tij është e mira dhe ai është i mundshëm për çdo gjë. Thuaje këtë 10 herë. Hadithi është sahih. Pastaj thuaj 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah dhe 10 herë Allahu akbar. Hadithi është sahih. Pastaj lexo ajetul kursi. Pastaj lutjo Allahut të ta pranon këtë namaz. E nëse ke mundësi ulur në xhami duke përmend Allahun subhanahu wa taala derisa të lind dielli dhe të ngritet në qiell, pastaj fali disa rekate salatu duha. Nëse ke mundësi, fali 8 rekate. Kjo është më mirë. Dituria është më e vlefshme se çdo nafile. Nëse ke përgatitur mësimin deri në kohë të duhas, kohë pas lindjes së diellit derisa të arrijë në zenit. Në kohë të duhas ngritu dhe fali 8 rekate namaz të duhas. Pastaj lexo ose shkruaj atë që ke mësuar deri në ikindi. Pastaj ktheu mësimit tënd pas ikindie deri në kohë të akshamit. Pas akshamit fali 2 rekate të shkurtra. Pasi që të falish Yasin, ktheu mësimit tënd, pastaj bjer në krahun e djathtë dhe thuaj 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 33 herë Allahu akbar. Pastaj Allahumma qini adhabaka yawma tajma'u ibadak. O Zot, më mbroj nga dënimi yt ditën kur do t'i mbledhish robët e tu. Kur të zgjohesh prej gjumit, dije se shpirti ka marrë pjesën e nevojshme të pushimit. Pastaj ngritu dhe merr abdes dhe fal namaz sa të mundesh. Filloje këtë namaz me 2 rekate të shkurtra. Pas këtyre 2 rekateve fali 2 rekate tjera. Lexo në të 2 xhuze nga Kur'ani. Pastaj kthehu diturisë. Gjëse
detyria është më e dobishme se çdo nafile.